Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, në një prononcim për Bota Sot, kritikoi vendimin e presidentit serb Aleksandar Vučić për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak, duke thënë se ai reflekton më shumë frikë dhe pasiguri politike se sa nevojë reale për mbrojtje. Kamberi thekson se Vučići përdor shërbimin ushtarak për të mobilizuar nacionalizmin, për të paraqitur veten si mbrojtësi i shtetit dhe për të forcuar kontrollin mbi shoqërinë, veçanërisht mbi të rinjt, duke e kthyer këtë në mjet disiplinimi politik dhe ideologjik. Vendimi i presidentit Vučić për ta rikthyer shërbimin e detyrueshëm ushtarak nuk mund të shihet i shkëputur nga konteksti politik dhe i sigurisë në të cilin ndodhet Serbia sot. Ky është një hap që reflekton më shumë frikë dhe pasiguri të pushtetit se sa një nevojë reale për mbrojtjen. Serbia sot nuk është e kërcënuar nga askush, aq më keq projekti i saj Bota Serbe kërcënon fqinjet e vet. Vučić e ka përmendur këtë ide, zakonisht në momente tensioni politik të brendshëm ose të jashtëm. Qëllimi i tij është i dyfisht, nga njëra anë të mobilizojë ndjenjat nacionaliste dhe të paraqitet si mbrojtësi i shtetit, ndërsa nga ana tjetër të forcojë kontrollin mbi shoqërinë, veçanërisht mbi të rinjt. Shërbimi i detyrueshëm ushtarak përdoret këtu si mjet disiplinimi politik dhe ideologjik, ka thënë Kamberi. Po ashtu, Shaip Kamberi tha se vendimi për shërbimin ushtarak shkakton shqetësime për shqiptarët e Luginës së Preshevës, pasi historikisht ata janë diskriminuar në institucionet shtetërore, përfshirë ushtrinë. Për shqiptarët e Luginës së Preshevës ky vendim hap shqetësime serioze. Historikisht shqiptarët në Serbi kanë qenë të diskriminuar në institucionet shtetërore, përfshirë edhe ushtrinë. Detyrimi për të shërbyer në një ushtri që nuk i njeh dhe nuk i respekton të drejtat e tyre kombëtare, gjuhësore dhe kulturore është i papranueshëm. Ekziston rreziku real që të rinj shqiptar të trajtohen në mënyrë selektive, ka nënvizuar ai. Gjithashtu Kamberi kujtoi vrasjen e 135 të rinjve shqiptar që shërbyen në ISH-APJ gjatë viteve 80, ngjarje kjo që nuk u hetua kurrë, duke bërë rikthimin e shërbimit ushtarak një burim frike dhe tensioni për komunitetin shqiptar. Për këtë kam iniciuar në parlament krijimin e një komisioni hetimor, sepse këto krime ende rëndojnë kujtesën kolektive të shqiptarëve dhe prodhojnë frikë reale tek të rinjt dhe familjet e tyre, të cilët sot me rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak ndihen sërish të kërcënuar nga një sistem që nuk u ka garantuar kurrë siguri, barazi dhe drejtësi. Në vend që të investojë në militarizim, Serbia duhet të investojë në demokraci, barazi dhe respektimin e të drejtave të pakicave. Është i vetmi shtet i Ballkanit Perëndimor që në rrugtimin e vet evropian nuk po bën progres, aq më keq ajo po shkon brapa me sistem të kontrollit të përgjithshëm të shoqërisë nga një parti. Pa këtë, çdo shërbim i detyrueshëm ushtarak do të mbetet një burim i ri tensioni dhe padrejtësie, veçanërisht për shqiptarët e Luginës së Preshevës, ka përfunduar Kamberi.